Aktualisht ky është një lloj stagnimi ky proces, si për shkak të zhvillimeve të brendshme në Kosovë, ashtu në një farë mënyrë edhe për shkak të zhvillimeve të brendshme në Serbi, sepse edhe lideri serb për shkak të protestave, zemrimit të publikut, ndodhet në një presion të hatashëm të brendshëm. Disa prej vizitave të burgshtetasëve kryesor, diplomatëve, burgshtetasëve, zyrtarëve më të lartë perëndimor kohën e fundit që janë bërë në Kosovë, si ai sekretarit të NATO-s, ministrit të jashtëm britanik, të dërguarit të posaçëm të Brukselit për dialogun, zyre e BE-s, pra gjithë mekanizmat ndërkombëtar e kanë bërë qartë që presin me padurim formimin e institucioneve të reja në mënyrë që dy palët të kthehen në procesin e dialogut me Serbinë me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve. Shto faktin këtu mbi para pak dite, si zonja Kallas, po ashtu edhe ministri i punëve, sekretari i punëve të jashtme britanik deklaroi se kanë indikacione se situata në Ballkanin Perëndimor po tensionohet tej mase. Ky tensionimi kontribon vetëm Rusisë me qëllim që t'i shpërhap vatrat e krizave përkundër asaj në Ukrainë, edhe në pjesë tjera të botës që ta zhvendos vëmendjen e diplomacisë perëndimore dhe se është nevojë urgjente që palët të rikthehen në procesin e dialogut. Kjo tregon që kjo temë do të jetë një presion, do të jetë një tavolinë, pavarësisht faktit se ishte njëra prej temave që më pakti ishte përmendur gjatë fushatës elektorale nga të gjitha partitë politike, ishte lënë në harres, nuk ka diskutim që kushdo që formohet qeveria, s'po paragjykoj se kush do ta formoj, kushdo që tjetë kryeministri i Kosovës do të përballet me obligime që i ka në tavolinë të trashëguara sa i përket marrëveshjeve të Brukselit dhe asaj të Ohrit. Dokumentet të qëndrimit zyrtar deri më tani i Bashkimit Evropian, sepse kemi pas deklaratat edhe të zonjës Kallas, sepse përpos dialogut mbase mund të diskutohet edhe ndonjë mundësi tjetër me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve, por që nuk e ka bërë qartë dhe si jemi duke i rishikuar gabimet që janë bërë në procesin e dialogut, gjë që mbetet të shihet se sa do të reflektoj BE-ja për çfarë gabime e ka fjalën, për çështjen e saj asimetrike që ka pasur në raport me Kosovën, mos suspendimin e masave e tjerë që e ka dëmtuar në një farë mënyrë procesin e dialogut, apo është fjala pse Kosova nuk i ka zbatuar e para detyrimin që e ka nga Komisioni Evropian për ta dërguar në gjykatë kushtetuese draft statutin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Mirë, po në bazë të konditave aktuale, praktikisht mbi Kosovën bie barra që si të krijohen institucionet me automatizëm ta zhbllok, ta hedh hapin fillestar, siç kërkon BE-ja në këtë drejtim, duke dërguar këtë dokument në gjykatën kushtetuese që pastaj ajo të vendos sa është konform normave kushtetuese të vendit apo jo, dhe në mënyrë që topi të kalojë mbi palën serbe që dhe ajo të zbatojë detyrimet që i ka në raport me obligimet që ka marrë. Kemi parë që edhe Serbia i ka shkelur në mënyrë të vazhdueshme detyrimet e saj, sidomos sa i përket lobimit të saj kundër sigurimit të njojeve për Kosovën dhe antarësimit në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, gjë që bie në kundërshtim me disa prej neneve të dy marrëveshjeve të fundit për normalizim të raporteve. Dhe shpresojmë që Bashkimi Evropian mbase kur ta finalizoj konceptin e saj sa i përket korrigjimit të gabimeve që janë bërë në këtë proces, do ta ketë parasysh këtë fakt që të mos e lejoj Serbinë që ta përdor procesin e dialogut si mekanizëm për ta bllokuar Kosovën ndërkombëtarisht, gjë që duhet të jetë e kundërta, sepse dialogu është menduar si instrumenti, si mekanizëm edhe për të ndihmuar agjendës integruese të Kosovës në planin ndërkombëtar. Kjo është hapi fillestar i cili duhet të hidhet, sepse ne jemi në një farë lloj paralizë sa i përket agjendës integrimeve evropiane. Përmendet Këshilli i Evropës, aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian ka mbetur në sirtarët e këtij institucioni, por themelimi i qeverisë dhe i kuvendit dhe në përgjithësi institucioneve të dala nga zgjedhjet e nëntëshkurtit është i domosdoshëm edhe për një fakt tjetër, sepse Kosova ka mbetur peng edhe sa i përket përvetësimit të fondeve që Bashkimi Evropian ka filluar t'i ndajë lidhur me planin për zhvillimin ekonomik të rajonit të Ballkanit Perëndimor si parakusht për integrime, dhe Kosovës nuk i ndarë aktualisht asnjë cent, sepse këto duhet të ratifikohen këto marrëveshje dhe ne ende nuk kemi aktualisht institucione
që ti përfundojnë këto detyrime. Pra jemi edhe në planin ekonomik të bllokuar dhe në planin e integrimeve, të mos flasim për masa sankcionuese, të cilat ato duhet të hiqen, tashmë është e qartë vetëm nga një lobimi i shtetit të Kosovës, sepse edhe diplomat perëndimorë, ambasadori gjerman që po e përmendim, e ka theksuar edhe pse ai është kundër këtyre masave, por ka shtete të cilat megjithatë po rezistojnë që Kosovës ti suspendohen këto masa.